Si çdo vit, Parlamenti Rinor një ditë para fillimit të shkollës në sistemin nëntëvjeçar dhe të mesëm, i uron të gjithë nxënësve në mbar vendin një vit shkollor të mbar dhe të suksesshëm. Një vit me sa më pak paragjykime, diskriminim dhe dhunë brenda ambienteve shkollore. Kryetaria e Parlamentit të Rinor, Julinda Gjika, shpreson që këtë vit të jetë lënë mbrapa problemi i librave të vonuar, të cilët zëvendësoheshin nga fletoret të shënimeve. Ju urojmë suksese veçanërisht vogëlueshëve të klasave të para, të cilët do të hedhin hapin e parë në rrugën e gjatë drejt dijes. Gjithashtu urojmë që numri maturantëve që kanë fituar zgjedhjen e parë të jetë sa më i madh. Por nuk mund të mos shprehim keqardhjen se tringëllima e zilës shkollore nuk do dëgjohet për fëmijët e ngryuar, të cilët paguajnë fajet e të rriturve dhe i kanë harruar bankat e shkollave. Zilja e shkollës nuk do dëgjohet as nga fëmijët e rrugëve, të cilët e kanë abandonuar shkollën nga nevoja ekstreme për ushqim. Nuk do dëgjohet as për fëmijët që jetojnë në zona të thella malore, në jug apo në veri të vendit, ku nuk ka shkolla, ose ku shkollat janë djegur, shkatruar ose rrezikojnë të shemben. Gjithashtu, këtë vit, Parlamenti Rinor do të ndërmarrë një fushat kundra korrupsionit në shkolla dhe nuk do të lejojë që nxënësit të paguajnë qoftë edhe 100 darkë të vetme, nëse ky nuk do të jetë një kontribut vullnetar dhe transparent.